Për ato që pyetën për frymarrjen me idën dhe pingala, ida siç dihet e ftof trupin dhe zakonisht kur kemi temperaturë, është mirë marrim dhe japim frymë me të majtën. Pra ta freskojmë trupin, hënën. Kurse kur kemi ftofët, marrim edhe japim frymë me të djathtë, ngadalë, gjithmonë me diafragmë. Merr frymë, e mban apo se mban s'ka rëndësi, dhe pastaj e nxjerr prapë, sipas praktikës që bën, varet. Ka dhe variante tjera me ndryshu alternativën, ca rrinë në krahun e majt, po të shtrihesh në krahun e majt, funksionon e djathta. Dhe mirë është që mas buke të funksionojë e djathta që të treten ushqimet. Mund të mbash edhe një bastun mbajnë jogu këtu, ose keni pak të mbajnë një bastun që funksionon e djathta. Dhe e kundra me të majtën, rrinë krahun e majt. Po shpjegojmë një lloj frymarrje që mund të përdoret shumë mirë gjatë meditimit, që është për fillestarët. Frymarrja gjithmonë me diafragmë, kuptohet, merr ngadalë edhe nxirr ngadalë. Fillim mbushesh 2-3 herë me frymë fort. Komplet. Kjo është frymarrje komplet. Diafragma, krahërori dhe klavikulat. Pasi bën këtë disa herë, fillon vetëm me diafragmë, ngadalë. Normalisht, vetëm vrojton frymarrjen. Nuk influencon më si ushtrimet e tjera që mundohesh ti komandosh ato, vetëm e vrojton. Merr frymë, nuk e mban dot frymën kur je në këto momente, se je duke qesu, edhe vrojton frymën. Më shumë është një përqendrim, se meditimi është më larg akoma. Pra, vrojton frymarrjen dhe shikon ritmin. Po të mbash një orë afër, unë e kam këtu orën, tash jam bërë, si thosh, profesionist të temë, e bëj edhe me xhapa, pra mendoj për shembull om, sa e më frymë, om, çdo sekond them mandrën dhe marr frymë, lëshoj frymën, quhet një raund, shikoj sa sekonda e bëj, ose me xhapa akoma mirë, nëse një xhapa do 4 herë, sa xhapa bëj gjatë frymarrjes, bëj 3 herë edhe shikoj ritmin. I bie 12 sekonda, një frymarrje, një frymënxjerrje. I bie 5 herë në minutë, që është shumë mirë. Se dihet që mendja dhe fryma janë të lidhura. Sa më e qetë frymarrja, sa më e ulët frymarrja, aq më e qetë mendja. Dhe kur mendja është e qetë, kemi lumturi. Lumturia vjen nga qetësia e mendjes. Aq më shumë kemi jetë gjatësi, se edhe jetën jogut e masit me frymarrje. Pra, kjo është. Unë e dëgjoj orë, nuk e di dëgjohet apo jo atje, edhe bëj frymarrje me xhapa, ngadalë. Marr frymë këtu. Nxjerr frymë. Marr frymë, nxjerr frymë. Sikur edhe 10 minuta të rishu, trupi qetësohet shumë. Krijon vibrime shumë të mira, merr energji, merr pranë. Kur mendja është e qetë, e marrim pranën. Me këtë mësohesh. Mandrën e kemi thënë, ka lloj mandrash, edhe e kombinon me frymarrje. Janë ca që përdorin hamsa, ca përdorin soham, janë mandra vedantike, mund përdorosh om, Allah, si ta kesh ti atë besimin tënd. Rëndësi ka ta bësh me besim dhe qëllimi është të qetësohesh. Merr frymë, çof frymën, tu mendjen. Mënyra e dytë është vrojtosh mendjen. Çfarë mendon mendja tash? Pra nuk shikon më frymarrjen, por vrojton mendjen. Kjo është teknika e Raja Yogës. Ajo mëparshme kur ke frymarrjen, kur merresh me frymarrjen, është Hatha Yoga. Të dyja kanë qëllim të kontrollojnë mendjen. Njëra me anë të frymës, tjetra direkt te mendja. Pra çfarë mendimesh kam unë tash këtu? Kur vrojtoj mendjen, mendja qetësohet. Mendja ne merr, kurse kemi mendjen, ajo është vampire që na thithne.
pa vetdia që jemi. Kur jemi të vetëdijshëm, nuk mendojmë. Unë jam, që thot Ramana, futesh brenda trupit. Kjo bëhet me praktikë. Po ta praktikosh 2 herë në ditë, sikur nga 10 minuta, të kesh një ndryshim të jashtëzakonshëm. Shumica e njerëzve duan shëndetin fizik, që ta jep shumë shpejt yoga, sigurisht thamë ato dietat, po edhe psiqikën, pra ti jesh i balancuar në mendje, e fiton. Mirë, faleminderit.